që për javësh Parlamenti i Shqipërisë, ky që po shihni mbas shpinës time, një godin e ndërtuar në vite dhe mbretit zog, nuk po gjen qetësi. Që momenti i dënimit me burg të Ervin Saljanit dhe vendimit të opozitës për mosbindje civile, pamjet e përditshme të Parlamentit të Shqipërisë janë këto që do të shihni tani. Po çfarë do të ndodhë me Parlamentin e Shqipërisë? Si do të jetë zgjidhja? Çfarë ka ndodhur realisht sot? Ne do kemi një emision në mbrëmje në Opinion për të kuptuar çfarë po ndodh. Shiheni pa koment atë që ka qenë sot paradite. Nxorën armën deputetët Luanit. Nxori armën Luanit. Turp. Deputetëve, por edhe përfaqësues apo mbështetës. Nuk do të rrugë. Nuk ka do të rrugë po rrugë. Po rrugë. Po turp. E rrugë të pegash ti kështu. Ashtu. Hajde më hajde.